Nëse vetëm pas 2 orësh nga vakti të hapet përsëri oreksi, atëherë kjo video është për ty. Një nga pyetjet më të shpeshta që marr çdo ditë është: Sara, pse jam gjatë gjithë kohës e uritur? Në fakt, ka disa arsye pse kjo mund të ndodhë. E para është çfarë ke ngrënë. Nëse vakti jot ka pasur kryesisht ëmbëlsira, pije me gaz apo ushqime shumë të përpunuara, është e sigurt që uria do të marrë shumë shpejt. E dyta janë proteinat dhe fibrat. Nëse vakti jot nuk ka pasur mjaftueshëm proteina dhe fibra, atëherë ndjesia e ngopjes do të zgjasë më pak. E treta është gjumi dhe stresi. Kur fle pak ose je për një periudhë kohe shumë të gjatë nën stres, vihet re që te shumë persona shtohet dëshira për të ngrënë, ëmbëlsira, ushqime me shumë kalori, fast food e të tjerë. Dhe e katërta janë zakonet. Nëse je mësuar që të konsumosh diçka çdo një orë, trupi jot përshtatet me atë rutinë dhe patjetër që do ta kërkojë sërish. Pra, uria nuk është gjithmonë një shenjë që trupi jot ka nevojë për më shumë ushqim, por shpesh është një sinjal që të kuptosh se si janë ndërtuar vaktet dhe zakonet e tua. Dhe pikërisht është kjo arsyeja pse në metodën e dobësimit D4 që unë ofroj, është kryesore kontrolli i vakteve. Në këtë rast vjen në ndihmë suplementi i cili është zëvendësuesi i vaktit që përmban plot fibra dhe proteina, duke bërë kështu më të lehtë ngopjen si dhe kontrollin e kalorive. Kjo është arsyeja pse kjo metodë ka kaq shumë rezultate fantastike në dobësim, sepse është e mirë menduar, shumë e shëndetshme dhe ndihmon në heqjen e kileve nëpërmjet deficitit kalorik, pra një metodë natyrale ashtu siç është ndërtuar organizmi i njeriu. Prandaj, herën tjetër kur të ndjeni uri, mos fajsoni menjëherë veten, por bëni këtë pyetje: apo e ushqej trupin tim në mënyrën e duhur?